Sot muslimanët sodën përgjithësia në gjumë. Jeta e profetit alayhis salam tregon që për shumë çështje, po sidomos për rëndësinë e përhapjes së Islamit, të rrënjosjes së tij, që vjen me mësim dhe me praktik paralelisht. Tregon që ne jemi shumë larg asaj që duhet. Ai që duhet është ke profeti alayhis salam. O merret çështja e Islamit thjesht pretendim që unë jam musliman, ke i pjesë e madhe sot, do smuni shumë e rëndë, dhe mjaftohen me një pjesë të vogël të praktikave islame. Kjo smuni nuk ka vetëm në Shqipëri. Shqipëria është në mënyrë drastike, domthonë është ekstrem fare, që se ka për turp me thonë që s'falem, jam musliman por nuk falem, dhe do ta bëj legjitime. Ndryshe që mund të jetë, domthonë çdo popull të botës, ku të shkosh, domthonë nuk ta thos pa teklif, domthonë pa asnjë lloj turpi, pa asnjë lloj ndjeshmërie që jam musliman por nuk falem, domthonë edhe kjo është e pranuar. Këtu në Shqipëri nuk, jo? Pa mos i smuni. Në përgjithësi bollën islame, se ngjarjet e hidhura që shohim për ditë, nuk kanë ardhur kot. Është që mjaftohen me pretendimin e mbartjes së fesë islamit, mjaftohen me i praktik të pjesëve të islamit, në përgjithësi musliman. Nuk e shohin të detyrueshme që çdo aspekt i jetës duhet jetu si musliman, pra me rregullat dhe me moralin islam, dhe smuni tjetër është që shumë praktikat islamit kanë kaluar në jetën e përditshme të muslimanëve, pa jo të gjithëve, si thjesht adete zakone toke. Aq sa edhe shumë fjalë turpe që në origjinë mund të jenë kuptime në Kur'anin ose mund të jenë thënie profetike, përcjellen nga njerëzit sikur me qenë fjalë të urta popullore, fjalë të vjetësh, sepse ka humbur filli, serioziteti, me qenë gjithmonë në korrent me kërkimin e fitonisë dhe me zbatimin e asaj, që muslimanët e sotëm ka humbur shumë. Ndërkohë që brezët e parë kanë qenë vetë jeta aty, vetë qëllimi i jetës aty.